Prej gati 3 muajsh, parkimi me kate pranë stacionit të trenit në Durrës është funksional. Problematika kryesore e konstatuar në të është hyrja-dalja nga parkimi, të cilën Durrës Lajme pati denoncuar muaj përpara përfundimit të këtij investimi publik. Por vetëm tani, enti zbatuesi i projektit, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ka reflektuar. Punimet që janë duke u kryer prej disa ditësh në rrugën Ilyas Reka do të bëjnë të mundur ndryshimin e pozicionit të hyrje-daljes nga parkimi, duke mos qenë më në kënd pingull me rrugën Mars 91, e njohur ndryshe si rruga paralel me portin. Këtu po bëhet një rrethrodullim, i cili është në funksion të parkimit për stacionin e ri të Hekurudhës. Do bëhet një dalje, hyrje-dalje për rrethin dhe do bëhet e mundur hyrja në parkim dhe dalja nga parkimi lidhe me këtë shesh ndërtimi. Pra hyrja do vijojë të jetë hyrja ekzistuese, ndërkohë dalja do jetë në të kundërt apo? Jo, do ndryshojnë të dyja, dhe hyrja dhe dalja. Do jenë përmes. Do bëhet hyrja do bëhet këtu dhe dalja do bëhet atje në fund parkimit. Ndërhyrja në aksin Ilyas Reka pritet të përmbyllet brenda 2 javësh dhe më pas kjo zonë do të shërbejë si pikë hyrje-dalje për godinën me kate të parkimit, për të mundësuar kështu një organizim më të mirë të trafikut, lehtësimin e aksesit të kontrolluar në godinën e parkimit dhe rritjen e sigurisë për automjetet dhe këmbësorët, shkruante pak ditë më parë në një postim në rrjetet sociale kryebashkiakja Mirjana Sako. Pasi të përfundojë investimi, aksi Ilyas Reka pritet të jetë 2 kalimësh dhe do të ndalohet parkimi anës rrugës. Në përfundim të ndërhyrjes, do të shihet qartë nëse zgjidhja ofruar këtë herë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të jetë funksionale apo do të jetë një tjetër absurd shqiptar që kontribuon për të vështirësuar lëvizshmërinë e automjeteve në qytetin bregdetar.